po më akuzojnë njerëzit, jo pëtu veç vetën, kështu që unë po ta lo ty ndorë. Një ndër shenjat më punëtore të horoskopit është Bricjapi. Për arsye që Bricjapi është para është shenjë tokës, e dyta është e sunduar prej Saturnit. Edhe kjo e bën që Bricjapi me qenë shumë ambicioz, e bën që në rend të parë Bricjapi me pas punën, nuk e don dështimin, do me I pas krejt sendet në vijë, me qenë stabil në jetën e tij, e për atë arsye Bricjapi e din që nëse nuk është puna, parja, jeta nuk është stabile. Për atë arsye Bricjapi senin e parë në jetë e ka punën, pastaj vijnë senet e tjera. A dëgjove mirë vegan që nëse nuk është parja, Bricjapi nuk jenë heq? Nuk jenë, dërsan. Tjetra shenjë? Pastaj e kemi shenjën e dytë që është ma punëtorja, është Virgjëresha. Për arsye që Virgjëresha është shumë detajiste, e vëre tepër mirë që sa shumë luan rol puna në përfitimet të saj, që me që njeta pak ma e mirë, edhe për këtë arsye Virgjëresha është shumë punëtore, e bën kjo edhe për arsyen që Virgjëresha është shumë ngarkuar emocionalisht, është një ndër shenjat ma overthinker, që mendon tepër shumë edhe don me qenë tankohen në punë, me qenë tankohen në zanën, që mos me menu shumë. Po. Kjo e bën Virgjëreshën shumë punëtore. Mandej shenja e tretë ma punëtore është Demi. Shumë njerëzve mundet një duk Demi që është shumë dembel, po jo, Demi e ka për qëllim jetën luksoze. Për këtë arsye Demi në një periudhë të jetës së saj punon tepër shumë që me mbriqat standardin. Mandej Demi kur është një ndër njerëzit ndoshta më të pasur me thonë, I ka njerëz tjerë që punojnë për ta dhe mundet me thonë që çush I boni Demi këto pare se Demi është dembel. Po jo, Demi është një ndër shenjat më punëtore të horoskopit. Mandej kemi edhe shenja dembele. Shenja më dembele është Peshku, Peshorja edhe Shigjetari. Peshku më dembelja. Edhe pse është kreative, është dembel. Po, është shumë dembel. Se Demi hub tepër shumë kohë në imagjinatën e vet.